Historia e pasanikut më të madh në botë të shitjeve online, Jeff Bezos. Në vitin 1963, Jacqueline Gis, e ëma e Jeff Bezos, sapo kishte mbushur 17 vjeçe dhe më 12 janar të vitit 1964 ajo lindi Jeffin. Mirëpo ishte e vogël dhe nuk e pranonin në shkollë, në fakt shkolla e dëboi dhe ajo dëshironte që të mbaronte shkollën. Luftoi gjatë, sepse nuk doni që ta linin. Për më tepër, sepse i një vajzë e vogël, pra 17 vjeçe, që ishte shtatzane, ose sapo kishte lindur një fëmijë. Dhe si përfundim, ajo luftoi gjatë. Mori edhe avokat. Tha prindërve që të shkonin të bisedonin me drejtorin e shkollës dhe si përfundim e pranuan që ajo të rinte në shkollë, por me kushte. Kusht që ajo mos të hante me ta, pra nuk mund të hante në menc, mos t'i afroj nxënësve, pra vajzave të tjera dhe mos të fliste me to. Për më tepër, duhet të shkonte 5 minuta me vonesë dhe të nisej, pra të ikte 5 minuta përpara të tjerëve. Pra që të mos kishte kontakt me asnjë. Normal që për një nxënëse 17 vjeçar dhe për një vajzë për më tepër ishte shumë e rëndë. Dhe ajo sidoqoftë e përfundoi shkollën. Mirëpo, pasi përfundoi shkollën, ky zotëria që e kishte lënë shtatzan një tip i quajtur Ted Jorgensen, ai pas 7-8 muajve, pas një viti, parafërsisht e la. Dhe kështu që ata teksa jetonin bashkë, la vajzën me një fëmijë të vogël. Dhe Jacqueline e kishte tepër të vështirë që të este përpara. Për më tepër, në Amerikë nuk është si në vendet e tjera mesdhetare, por kur një fëmijë shkëputet, zakonisht nga mosha 16 vjeç nga shtëpia, duhet që të jetoj vetë, pra me forcat e veta. Dhe kështu ndodhi edhe me Jacqueline, por jati i saj i tha që sepse s'kishte asnjë lek, ajo punonte si sekretare dhe merrte $190 në muaj, që nuk i dilnin as për qira. Dhe herëherë ndihmonte i ati, por qëndronte në shtëpi me qira të saj dhe s'kishte as telefon, as gjë. Ajo nuk mund të pagonte telefonin. Në fakt i ati i bleu një walkie-talkie nga ta për fëmijët dhe i tha çdo mëngjes përpara se të iki në punë, unë i tha, më merr me walkie-talkie dhe më thuaj që je mirë, që të paktën të dinte që ishte mirë dhe kështu ndodhi. Me kalimin e kohës, ajo vazhdoi ende që të jetonte pikërisht kështu, por nuk dëshironte që të rrinte pa shkollë. Dëshironte që të studionte dhe të mbaronte studimet e larta. Dhe kështu filloi që të shkonte në Elizabeth College. Dhe aty njohu Miguel Boze, ose Bezos, më falni. Miguel Boze, po Miguel Bezos. Dhe Miguel Bezos ishte një refugjat kuban që kishte shkuar në Amerikë, që i vogël, ishte 15 vjeç në atë kohë. Me fjalë kur kishte shkuar në Amerikë, por në atë kohë kur ishte student aty bashkë me Jacqueline, ishte rreth 20 e ca vjeç. Dhe kështu që u njohën, mirëpo u dashuruan që në momentin e parë, sepse Jacqueline, nëna e Jeff Bezos, ishte një njeri shumë i mirë. Ishte sepse ashtu ndodhen ngjarjet më vonë që do t'ju them tani. Dhe si përfundim, ajo me shumë vuajtjesh, ndose rinin filluan që të jetonin bashkë me Miguelin, që ajo e quante Mike, vazhduan që të mbaronin studimet. Dhe në vitin pasi ajo ishte 40 vjeçe, mundi, sepse me shumë mund e bëri shkollën e lartë, kur mbaroi, me fjalë që ishte 40 vjeçe, mbaroi universitetin dhe mori diplomën. Dhe ishte kjo pra mënyra se si u njoh me Bezosin, pra me atë që ishte njerku, si mund të quhet, i Jeff Bezos. Por duhet të dini që gjatë asaj periudhe, kur ajo ishte në universitet, merreni me mend që ajo detyroi universitetin, pra drejtorin e universitetit, që të çonte të mbante fëmijën, sepse ku do ta çonte fëmijën? Ku do t'ia lindte? S'kishte para. Dhe kështu që kur shkonte në universitet, merrte librat nga një ranë dhe fëmijën nga ana tjetër. Dhe lodrat që ai të loste të ishte aty në sallë aty ku ajo studionte. Pra me këto vështirësi u rrit Jeff Bezos, por u rrit me një ideal të madh. Ai donte që të pushtonte, si mund të quhet, atë frikë që kishte, pra që të jetonte vetëm dhe të jetonte pas kënd si kishte bërë dhe nëna e tij. Dhe ishte kjo arsyeja që ai
mendonte thellë se çfarë duhet të bënte. Në fakt Jeff Bezos pasi shkoi në shkollë, më vonë nuk e mbaroi në fillimit e tij, nuk e mbaroi universitetin, por pastaj më vonë dal nga dal e mbaroi me shumë vështirësi, por ideja e tij ishte që të bënte diçka për vete, për ta bënte vetë ai, me fjalë mos ishte diçka që të punonte për të tjerët. Mirë po nuk mundej, se s'kishte të ardhurë financiare. Kush do t'ia jepte? Megjithatë, ai filloi që të punonte në Wall Street. Dhe me disa shok të tjerë mundoi që të bënte disa investime të vogla, por ishte pothuajse e pamundur. Në fakt humbi disa herë. Mirë po, në vitin 1994 i kërkoi nënës së tij së bashku me Majkun ose me Miguelin, i kërkoi që të bënte diçka. Donte që të shiste libra online. Pra të shiste sepse lexonte shumë. Në fakt, ashtu siç edhe nëna e tij, Jeff Bezos lexonte shumë. Në fakt ai mori emrin e Bezos jo të këtij Ted Jorgensenit, i cili babai i tij biologjik vdiq në vitin 2015, por sidoqoftë Bezos e ka respektuar, ndonse ai e braktisi kur ishte foshnjë. Dhe si përfundim, në vitin 1999 bëri një intervistë. Teksa po bënte një intervistë Jeff Bezos, që po i thoshin që ti ke shpenzuar gjithë këto para dhe je ai njeriu më fatkeq, sepse nuk fiton asgjë, ai me buzëqeshje tha: po kështu është ta biznesi, tha. Unë kam investuar, por ç'të bëj? Merreni më sa investuan. Investuan prindrit e tij, të gjitha paratë që kishin. Ishin 245.572 cent. Pra këto ishin të gjitha paratë që kishte dhe ata i investuan pikërisht për të themeluar një nga kompanitë më të mëdha në botë, ose mirë, kompania më e madhe në botë që sot quhet Amazon. Pati disa investitor të tjerë, pra ju lut disa investitorëve të tjerë sepse kompania po falimentonte. Dhe dal nga dal në vitin 2005 diçka filloi që të shiste, por pas vitit 2005 bëri një ecje gjigande, pra kompania e tij, saqë me kalimin e kohës u bë dyqani më që shiste materiale më shumë në botë. Dhe sot është kompania më e madhe në botë që shet dyqanit online. Si përfundim, por në vitin 2018 Jacqueline u smur dhe mendoi që ajo mund ta kalonte, por ishte një sëmundje degenerative, sepse ishte një demencë mendore. Dhe në një kohë shumë të shkurtër filloi që të mos të humbiste ndërgjegjen dhe në vitin 2020 filloi që të kishte probleme akoma më të mëdha, deri kur në vitin 2025 ajo vdiq. Por përpara se të vdiste, me fjalë në vitin 2021, mos gaboj, ose në vitin 2022, Jeff Bezos la një intervistë ku foli për nënën e tij. Dhe ashtu si gjithë fëmijët e tjerë me lot në sy tha diçka. Nuk do të dëshiroja që një fëmijë të shikojë prindin e tij që të mos ta njoh fëmijën. Dhe kjo është dhimbja më e madhe që kam kaluar në jetën time, që nuk do ta harroj kurrë. Pra, si duket, në vitin 2021 ajo nuk e njihte më të birin. E kështu që dal nga dal u degradua mendja e saj derisa vdiq në vitin 2025. Kishte lindur në vitin 1946 dhe ajo që doja t'ju tregoja në këtë histori është këmbgulja që ajo kishte, ajo grua, fillimisht vajzë, pra Jacqueline Bezos, të mbaronte studimet dhe t'i jepte njohurit dhe diturit që duheshin për të rritur një fëmijë ashtu siç duhej. Në fakt, Jeff Bezos me të gjitha këto virtyte të nënës së tij u bë ai që është sot. Pra shitsi, si mund të quhet, online më i madh i të gjitha kohërave deri tani. Merrem mend që Amazon deri tani nuk ka asnjë shoqëri, kompani që mund ta hedhë poshtë, megjithatë që mund ta rrënoj sepse është gjigande. Megjithatë, kush nga ju e dinte këtë histori dhe sa nëna kanë sakrifikuar për fëmijët e tyre dhe sa fëmijë kanë sakrifikuar dhe për nënat. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.